Monaco, Paris Saint-Germain, Atalanta, Borussia Dortmundit apo dhe Galatasaray, Juventus dhe Bodo Glimt, Inter pa haruar mbi të gjitha dhe Benfica, Real Madrid që rikthehet sërish në fazën e play-offit UEFA Champions League, shorti për të cilën u hodh mesditën e së premtes në Nyon të Zvicrës. Ishin këto pak a shumë sfidat më kryesore që të ruajmë vëmendjen nga përzierja e Google-ave të ndodhur në mesditën e së premtes, ndërkohë që padyshim të rrish vëmendjen sidomos skuadra e Realit Madridit që do të ndeshet sërish me Benficën në dy përballje vajtëare të kësaj radhe, fillimisht më 17 ose 18 shkurt në Daluz dhe më pas kthimi vetëm pas një jave në Bernabeu, që do të shohë rikthimin edhe të Jose Mourinhos në një stadium ku ka lënë një përshtypje jo të keqe. Por a do të arrijë Special One të përsërisë atë që bëri vetëm pak ditë më parë? Kjo mbetet e gjitha për të shikuar, duke filluar dhe njerë nga 17 ose 18 shkurti. Ndër përballjet e tjera duket një short i kalueshëm për skuadrat italiane, me Juventusin që do të sfidojë kampionët turq të Galatasaray, ndërkohë që disi më e vështirë duke transferta, sidomos e Interit në Norvegji, aty ku është një fushë si ajo e Bodo Glimtit që pa të bie viktim, jo më pak por Manchester City vetëm me javën e kaluar. Se takon Atalantës, ka një test disi më të vështirë përballë Borussias së Dortmundit, forcë e dytë e kampionatit gjerman.